Komuna e Prishtinës në veçanti bën një punë të mirë dhe të madhe edhe në programin e rregull që ka edhe në kontaktin e familjeve, qofshin jo vetëm për vaksinim, por edhe siç kemi folur para disa javeve edhe në emisionin Familja Jon, vizita shtëpiake të nanave dhe foshnjeve. Dhe kjo e ka lehtësu, ta themi, rritjen e numrit të vaksinimit sepse keni kontakt pothuajse me secilin lindje që është edhe jeton në Prishtinë. Fatikisht njëra për rolit të këtij projekti që ka qenë para një kohë, domethënë që po ju falenderoj për promovimin që kena bërë, se ne kemi filluar që 3 vjet në Prishtinë, ndërsa projekti është prej 2014-s në nivel të Kosovës, por Prishtina për shkak mungesës së stafit s'ka pas mundësi me filluar, ne e filluam përkundër sfidave që kishim fillim me staf, dhe është shumë mirë që më njëra prej misionit të këtij ekipi është me përcjell edhe këto informata. Edhe për informata tjera që ka bënë qendrat e mjekësisë familjare, se shpesh qytetarët nuk i kanë këto informata, dhe njëra prej tyre është vaksinimi. Njëra prej detyrave të këtij ekipi është që ata i bëjnë 5 vizita për fëmijën prej moshës 0 deri në 3 vjet. Dhe njëra prej fusha që do të me bizu me prindër është vaksinimi, me përcjell apo vaksinojnë fëmijën. Dhe të ato raste që nuk vaksinojnë, realisht ne do të me bizu me ta. Fatikisht është kthy gati mbi 90% shkon shumica e vaksinave në Prishtinë. E kemi mbi 90% janë vaksinuar qytetarët. Sigurisht është një numër më i madh atyre thash me frut, dhe për këtë arsye frutin e kemi parapasur një prioritet këtë vit, me qëllim që vizitojmë më shumë, se kjo është një hezitim global, jo vetëm Prishtina, ose Kosovë. Hezitimi për vaksinën e frutit, me qenë korrekt, ekziston në këtë botën. Një hezitim dhe rrëmje e numrit vaksinuar. Dhe për këtë arsye vitin kaluar që 2 vite në Evropë ka pas numër, edhe në Amerikë ka pas shumë numër të infektuar me frut. Por qëllimi ynë si mjek është që përveç me trajtu pacientin është me dhënë informata drejta edhe më informu prej atyre që e kanë për obligim me bë këtë çështje.